Çfarë është shtëpia për Irisin? Shtëpia për mua dhe ndoshta edhe për shumë të tjerë është thjesht një ambient ku ti gjen atë paqen, ku ti shkëputesh nga i kaosi i përditshmërisë dhe dëshiron që sapo të hysh në shtëpi të jesh në paqe me veten. A është e rëndësishme që çdo gjë të jetë në vendin e vet? Shumë e rëndësishme. Mendoj që gjendja jonë emocionale ndikon shumë edhe në dekorin apo rregullin e shtëpisë. A ndryshon paksa dekori edhe kur je mami dhe kur je veçare? Patjetër që ndikon. Stili ka të bëjë dhe me personalitetin e njeriut. Nuk mund të bëjmë një shtëpi për trend. A kemi krijuar një lloj identiteti për dekorin, mënyrën si dhe dekorojmë shtëpinë? Të vendosësh shenjën tënde mbi atë dekor është diçka shumë e bukur. Ku do e përdorje këtë pikturë të pikturuar? Në cilën zonë të shtëpisë? Kjo mbase do t'i shkonte një studioje.